Janë njerëz dëgjueshëm. Çfarë mendoni se isha si qytetar të Dëgjon, nëse ti thu që opozita ka faj për mungesën e konstituimit të kuvendit, kjo lëndon inteligjencën e secilit që neve na shikon edhe na dëgjon. Do të thotë se njerëzit e din se ç'është bëhet konstituimi i kuvendit, e din e ku është përgjegjësia. Pra, Kushtetuta e Republikës Kosovës, ligji e thot shumë qartë, vendimi i gjykatës kushtetuese e thot shumë qartë që partia fituese e propozon. Pra, unë si deputet i opozitës nuk jam i obliguar, sepse nuk thot aty obligohen të gjithë deputetët që ta votojnë, se më thonë, propozimin e partisë fituese. Po aty thot, partia fituese propozon. Po, ma pastaj çështja kandidatin. Dhe çka ndodh në shtetet normale, në vendet demokratike, çfarë na synojmë me qenë. Një parti e cila e ka 48 vota, nuk mund të rritë tërë ditën edhe të akuzoj tjerë, ju du të më votoni mua. Jo, sepse në demokraci nuk ka imponim, nuk ka diktat. Diktati ekziston vetëm në Rusi, në Kinë edhe në vende do shtete tjera, atje ka diktat. Kur thot njeri atë një person, nuk ka diktat. Çka duhet këto është dialog. Dialog me partitë politike, dialog të sinqert. Jo me letra, jo me ftesa takimeve për më ndrru procedura, po dialog të sinqert, sepse të gjithë jemi shqiptar, të gjithë kemi një të kaluar edhe një të armët të përbashkët. Nuk është mirë më sill si armiq të përbetum, si armiq me probleme të patekalueshme. Do thot me trajtu njëri tjetrin këto si me qenë i Beogradit. Ne duhet të ulim me bashk edhe të ofrojmë zgjidhje. Partia Demokratike e Kosovës që nga dita e parë ka ofru zgjidhje, ka thonë ish kryeministrit, vendose dikë që nuk ka qenë ministër i qeverisë tonë deri më tani, mund ta ketë votën e Partisë Demokratike të Kosovës. Pra nuk ka pasur vija totalisht të kuqe një farforma ndaj secilit emër të VV-s. Ne nuk kemi pas vija të kuqe. Partia Demokratike e Kosovës nuk ka pas vija të kuqe ndaj çdo emri të lëvizjet vetëvendosje. Dhe personalisht mendimi im është që propozimi i zonjës Albulena Haxhiu dhe ndërrimi që ja kanë bërë për shembull zotit Glauko Njufca, unë e shoh si një regres edhe për mbrana lëvizjeve vetëvendosje. Po të kishte qenë me që jemi të ky emër Glauko Njufca, po të kishte qenë kandidat, do e kishte votuar ju personalisht në këtë rast, pyes ju. Po, dëgjon, unë thash, Partia Demokratike e Kosovës ka bërë qëndrimin e qartë, gjithkusht që nuk ka qenë ministër, e ka shansa shumë dha me marrë votën e Partisë Demokratike të Kosovës për me dalë nga ky gërç institucional që kemi hyrë për shkak se qytetarët e Kosovës ka nevojë për me pas kuvend. Ne kemi nevojë me pas kuvend. Unë jam votu si deputet me shku në kuvend edhe me qëndru ato, me qëndru në komision, me shty tema për cilat unë kam besu në fushat. Edhe kjo për na pa mundësohet neve. Edhe kjo është e pa drejt edhe ndaj me edhe ndaj deputetëve të tjerë, po është edhe pa drejt edhe ndaj qytetarëve të tjerë, të cilët me drejt janë të mllofosur ndaj çdo deputeti aty. Me drejt janë të mllofosur ndaj çdo partie politike aty. Mirë po, qytetarët duhet ta dinë që përgjegjësia kryesore është ish kryeministri Kurti, i cili nuk don alternativa, i cili nuk don dialog, i cili nuk don kompromise, ai don vetëm diktat. Dhe diktat në një demokraci, çfarë kemi ndërtuar ne, nuk ka dhe nuk do të ketë. Zotri Berhame, ajo që dua të pyes tani është pjesa e një deklarimi të kryeministrit në detyrë Albin Kurti, ku thotë se